Shtëpia e Hoxhallarëve të Shqipërisë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillahi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Të gjitha falenderimet, madhërimet, adhurimet tona janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Përshëndetjet më të mira dhe bekimet e Allahut xhalla xhelalu qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. U bë një shputje faktikisht pak e gjatë, ku kemi ardhur nga hera fundit dhe duke biseduar me disa vëllezër, ra muhabeti i sinqeritetit dhe besnikërisë në Islam. Dhe u thash që këtë e përfshin një hadithi vetëm i cili konsiderohet hadithi më i rëndësishëm në gjithë Islamin. Sa hadithe ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me mira. Po ti mbledhësh që të gjithë më kryesorët janë me qindra. Mirë, po një hadith është më i rëndësishëm nga të gjithë hadithet e tjera. Dhe me që kemi rastin sot, le ta themi atë hadithin që faktikisht ndoshta mund të jetë i ditur, i dëgjuar, ndoshta edhe përmendsh mund ta dinë shumë prej muslimanëve, mirë, por në zbatimin e atij hadithi neve ndoshta çalojmë që të gjithë, ose duhet kemi parasysh gjëra të cilat duhet i dimë. Kemi hadithin e Buhariut dhe Muslimit nga Omeri radhiyallahu anhu për besimtarëve, i cili thotë kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam duke thënë innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Vërtet çdo punë varet nga qëllimi i tij. Pastaj thot pejgamberi alayhi salam innama likulli imri'in ma nawa, dhe për çdo njeri do të shpërblehet me atë që ka pas për qëllim. Unë do ta shpjegoj se kjo është pak e ndërlikuar, ose mirë nuk është shpjeguar ashtu siç duhet nëpër librat, ato librat që janë përkthyer shqip ta qush, sepse është e rëndësishme, ka dallim shumë fjalia parë nga fjalia dytë, edhe pse është dhënë të dyja fjalit me një kuptim faktikisht. Pastaj thotë femen kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. E kush bën hijrat, shpërngulje për hir të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo për hir të pejgamberit me kuptimin që ti punët i bën për Allahun dhe për pejgamberin. Ne punët i bëjmë vetëm për Allahun xhelle xhelalu, por për t'u bind pejgamberit alayhi salatu selam në urdhë që na ka dhënë ai, thotë fe hijratu ila Allahi wa rasuli, hijreti i tij, shpërngulja do të jetë për hir të Allahut xhelle xhelalu dhe të dërguarit i, wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Nëse ky hijretin, shpërnguljen, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, e bën në mënyrë që të fitoj kënaqësinë ose respektin ose dashurinë ose të sundoj një femër, thot, atëherë hijretin e ka për atë që ka pas qëllim, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Përpara se dalim te shpjegimi, unë nuk do të mundohem tani të filloj shpjegimin klasik që quhet i këtij hadithi, si shpjegohet me fjalë në shumicën e rasteve. Unë do të kap se po të shpjegohet ky hadithi, për cilën Imam Shafiu thot hadha al-hadithu thuluthul ilmi, ky hadith është 1/3 diturisë. Nëse krejt diturinë islame do ta ndash në 3 pjesë, 1/3 e kësaj është ky hadith. Pastaj vijnë 2/3 e tjera. Për çfarë bëhet fjalë? Për pjesën e dytë, thotë kanë thënë ulemat se Shafiu ka marrë punë me këtë, ulemat e tjerë kanë thënë bëhet fjalë për diturinë që vjen mas njetit. Pastaj po e treta çfarë është? Kanë bërë ikhtilaf dietarët. Pjesa e tretë është që disa kanë thënë punimi me diturinë, disa tjerë kanë thënë saktësia i asaj diturie. Domethënë, ose do të punosh me atë që ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, përndryshe puna nuk vlen. Disa tjerë kanë thënë është puna. Mirë, po të gjithë këto pjesët që vinë më pas janë të varura sipas pjesës së parë, në varësi të pjesës së parë. Domethënë, nëse ti nuk e njeh, nuk do lejnë këto të tjerat. Andaj dhe ky hadith është hadithi më i rëndësishëm i Islamit. Tani, kur thot pejgamberi alayhi salatu wasalam innamal a'malu binniyat, vërtet punët janë sipas qëllimeve. Dhe pastaj thot wa innama likulli imri'in ma nawa, dhe për çdo njeri ose çdo njeri do të shpërblehet sipas punës, sipas niyetit që ka pasur. A janë këto dy fjali të përbashkëta? Jo. Fjalia e parë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të thotë që nuk ka punë pa qëllim. Ky është kuptimi i hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk guxon ti të veprosh një punë nëse ti nuk e njeh, nuk e vendos diçka për atë. Cilat janë ato krijesa të cilat veprojnë punë dhe nuk dinë se çfarë janë duke bërë? Ose të marrët, nuk kanë arsye logjik, i ka ikë logjika, ose kafshët që ecin me instinkt.
Njeriu i mençur dhe i logjikshëm gjithmonë e ka një qëllim. Pavarësisht se qëllimi është i mirë apo është i keq, rëndësishmë që njeriu ka një qëllim. Kurse ne në shariatin islam, Allahu xhalla xhelalu na ka urdhëruar që gjithë qëllimet tona të jenë të mira. Kurse adhurimet po ashtu të bëhen me qëllim me qëllim specifik, pra ti dallojmë adhurimet nga njëra tjetra. Kurse fjalia e dytë ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa inna ma likulli imri'in ma nawa, dhe për çdo njeri ose çdo njeri është i varur sipas qëllimit të tij, do të na tregojë tani sinqeritetin në qëllim, sinqeritetin tek njëti. Domethënë, ky fillim hadithi, në këtë fillim hadithi pejgamberi alayhi salatu wasalam do të na tregojë që nuk ka punë pa qëllim. Pastaj pjesa e dytë që dhe ky qëllim që ti e veprove duhet të jesh i sinqert me këtë lloj qëllimi. Pra me këtë lloj njeti. Ky është hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj bën shembull. Unë nuk do ndalohem shumë te ky shembulli ose më mirë te pjesa tjetër e hadithit në mënyrë që mos zgjatem, por do të flas vetëm për çështjen e njetit që lidhen me sinqeritetin. Kurse pjesa që pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli", kush e bën hijretin, shpërnguljen për hir të Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, atëherë edhe shpërngulja e tij do të jetë në varësi të njetit të tij. Tani nga të gjithë punët e ndryshme, pse pejgamberi alayhi salatu wasalam foli pikërisht për shpërnguljen? Sepse shpërngulja ka qenë nga punët më madhore të islamit në atë kohë. Nuk është sikur shpërngulja e sotme që ta zem në qytetin e Shkodrës, ka shumë fitne ta zem, ka shumë probleme, muslimanët ta zem nuk po merren vesh mirë me njëri tjetrin, dhe kemi një qytet tjetër që muslimanët janë gjithë në një mendje. Muslimanët kanë gjithë një të parë. Muslimanët shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Atëherë çfarë bën njeriu? Thotë, "Më mirë po shkoj tek ai qyteti tjetër që të kem një islam më të mirë." A kupton? Domethënë nuk është ky lloj hijreti kaq i thjesht që kështu. Jo, në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam hijreti ka qenë një punë më e madhe sa kjo. Po bëhet fjalë ndarje nga kufri, ndarje nga mosbesimi, ndarje nga idhujtaria, ndarje nga të ndahet e vërteta nga pavërteta, të ndahet islami nga mosbesimi, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam 13 vjet në Mekë gjithmonë u thonte njerëzve, "Ejuhan nas, qulu la ilaha illa Allah tuflihu", o ju njerëz thoni la ilaha illa Allah në mënyrë që shpëtoni. Po ashtu u mërziste pejgamberi alayhi salatu wasalam sepse shumë pak e ndiqnin, pastaj shkonte në përtregje, në për mexhlise, në për kuvende, kudo që gjente njerëz dhe thonte, "Ela rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi." A ka ndonjë njeri të më marr mua të më strehoj në familjen e tij, të më strehoj në fisin e tij, sepse Qurayshët po më ndalojnë mua të përçoj dhe të përhap mesazhin e Allahut xhelle xhelalu. Këtë ka thënë pejgamberi çfarë kërkonte pejgamberi me këtë? Kërkonte mbështetje, kërkonte të formonte shtetin islam. Andaj dhe kur bëni hijret nga Mekka nga Medinë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bën një punë madhore. U nda nga kufri, nuk donte të qëndronte më afër kufrit, sepse ata nuk po e dëgjonin pejgamberin alayhi salatu wasalam, por gjeti një lloj lirie, gjeti mbështetje dhe një lloj fuqie tek banorët e Jethribit që me futën e pejgamberit alayhi salatu wasalam quhet El Medina El Munawwara, mi fel qyteti i shndritshëm që është ndriti prezenca e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë çfarë ndodhi? Të gjithë sahabët e tjerë u erdhi urdhër i prerë që të bëjnë hijret me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Andaj dhe pejgamberi mori këtë shembull në mesin e sahabëve. Kush bën hijret për hir të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë hijreti do të shkojë për atë që ka pasur për qëllim. A nëse bën hijret për hir të dynjas, pastaj nga kjo dynja ka përmendur një femër. Pse nga dynjaja pejgamberi sallallahu alajhi wasallam specifikoi çështjen me femrat? Sepse na ka përmendur në hadithe të tjera ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk kanë lënë pra pas meje, pas vdekjes time, do të vdiste pejgamberi alayhi salatu wasalam fitnë më të madhe për ummetin tim se sa gratë, se sa femrat. Dhe po ta shikosh me vëmendje, jo vetëm muslimanët, por edhe muslimanët bashk, shumicën e punëve të tyre i bëjnë pikërisht për çfarë? Për të fituar pushtet. Dhe pushteti me fjalë lidhet gjithmonë me pasurinë, dhe nëpërmjet këtij pushteti dhe pasurisë kanë dhe një qëllim tjetër. Ta lidhin pushtetin e tyre me fjalë me kënaqësinë e grave, ose më mirë, sa më shumë gra të ketë një person, aq më shumë i lumtur ai në jetën e kësaj bote. Dhe për hir të
një femër që një person e don, ai bën gjithçka. Ndoshta ka dhe prej tyre që udhtojnë, bëjnë shpërngulje. Atëherë thot pejgamberi alayhi salam, të gjithë ato shpërngulje që bëhen për hir të dynjas, dhe pjesë e dynjas është edhe dashuria ndaj femrave, atëherë këtij qëllimin ose më mirë shpërblimin do ta marrësh aty për atë qëllim që ke pasur. Në ahiret ti nuk ke shpërblim, ose që në këtë dynja me fjalë njeriu do ta kuptojë gabimin dhe gjunajin që është duke vepruar, pra nga kur është viktim e shumë pjesëve të dynjas ta quash, një prej tyre ka përmendur dhe çështën e femrave pejgamberi alayhi salatu vesselam. Tani le të hyjmë në temën ajo që është më e rëndësishme. Për sa i përket njetit. Hadithi pejgamberit alayhi salatu vesselam në dy pjesë. Pjesa e fillimit ku thot nuk ka punë pa njet, dhe pjesa e dytë që çdo njet duhet të jetë i sinqert. Le dalim tek pjesa e parë. A është i rëndësishëm njeti në punët tona? Po. Edhe është i rëndësishëm në dy aspekte. Aspekti i parë është litafriqi bejn al-ibada wal-'ada, që të ndash dhe të dallosh ndërmjet ibadetit dhe zakonit. Mi fal, ti tash je duke bërë ibadet apo je duke bërë një traditë dhe një zakon, që tek syri i njerëzve, ajo duket për shembull, duket sikur është adhurim, mirë po njeti yt i brendshëm, ti nuk e ke për adhurim, por e ke thjesht një veprim. Unë do ta shpjegoj edhe këtë, pastaj thotë li tafriqi baina ibadatin wa ukhra, edhe për të dalluar adhurimet nga njëra tjetra. Domethënë ti je duke agjirim zotimi, je zotu për diçka dhe se ke marrë atë pastaj do ta shlysh me agjërim, apo një ditë kaza që të ka ik për shembull ta zëm nga agjërimi, apo je duke agjëruar me fjalë një ditë nafile. Duhet ta ndash se çaj duke vepruar, apo do të falesh kur të thosh Allahu Akbar tekbirin fillestar, je duke fal dy sunetet e xhamis, kur tulesh në xhami, apo je duke fal me fjalë sunetet e sabaut, apo je duke fal farzën e sabaut. Pra do dallohet adhurimi, një adhurim nga adhurimet e tjera, sidomos kur bëhet fjalë adhurimin e farzëve me njëra tjetrën, sepse për sa i përket adhurime nafile edhe sunete, shumë prej dietarëve kanë thënë që lejohet njeriu shumë mustahabe bashk, adhurimi mustahabe, ti bashkoj disa njete bashk, kurse adhurimi i farzëve me njëra tjetrën nuk bashkohen kurrë. Pra farzi ndahet nga farzi tjetër, farzi ndahet nga adhurimet e tjera. Kemi një fjalë të madhe të Zubejd el-Jami për me shpjeguar atë që të ndajmë, të dallojmë ndërmjet adhurimit dhe zakonit. Thot Zubejd el-Jami nga dy ulemat e mëdhenj të hershëm, thot inni la uhibbu an takuna li niyatun fi kulli shay'in hatta fi at-ta'ami wa sharab. Unë dëshiroj, thot, kam dëshirë të kem njet, të bëj njet në të gjitha veprimet e mia në këtë botë, deri në ushqim dhe pije. Me bën njet kur pin ujë, me bën njet kur han buk, po. Deri aty ka shku ky dietar i madh Zubejd el-Jami, që thot unë kam dëshirë të bëj njet për të gjitha. A e dini pse? Sepse punët në dynja janë tre llojesh. Kemi punë nëse bën njet të mirë, ajo do të marrësh sevap. Nëse bën njet për keq, do të marrësh gjuna. A nëse nuk bën njet fare, as për mirë as për keq, atëherë nëse ti do të hash një çap buk, atëherë nuk e marr shpërblim dhe nuk e marr dënim. Ai quhet rruga ndërmjetme që është el mubah. Diçka me fjalë nuk meriton shpërblimin dhe as ndëshkimin. Kurse Zubejd el-Jami thot nuk du që këto gjëra të dynjas fare të thjeshta mu të më japin, me fjalë të më kalojnë kështu pas sevape. Jo, duhet ta bëj njetin për gjithçka. Për shembull, nëse besimtari ushqehet dhe bën një, nuk është nevoja sa herë të ushqehet me ushqim, por një njet mund të bëj njetën e vet ai. Gjithmonë të gjithë atë lloj risku që më ka dhënë Allahu xhelle xhelalu, do të mundohem të ushqehem me të që unë të jem më i fuqishëm për t'i shërby familjes time, për t'i shërby komunitetit, do të thënë muslimanëve të tjerë, për t'i shërby islamit, për t'i shërby vetvetes time, do të thënë e bën jetë për mirë. Atëherë ky njeri do të marrë shpërblimet e Allahu xhelle xhelalu. A nëse njeri han ushqime në mënyrë që të bëhet i fortë dhe me forcën që jep Allahu xhelle xhelalu të mburret tek njerëzit e tjerë, shikoni sa trup mirë ka filani, shikoni sa shumë servitje bën filani, shikoni sa krahun e fortë ka filani, me fjalë e kështu me radhë, atëherë ky ushqimin e ka hangur për çfarë? Në mënyrë që të mburret tek njerëzit e tjerë. Pra ka dallim ndërmjet adhurimit dhe dallim ndërmjet kujt? Ndërmjet zakonit. Andaj dhe fjala e Zubejd el-Jami ku thot inni la uhibbu an takuna li niyatun fi kulli shay, vërtet un kam dëshirë që të kem të bëj niyet në çdo gjë, deri dhe në ushqim dhe në pije. Atëherë nuk e ka thënë kot, faktikisht kemi një hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam që transmeton Buhariu dhe Muslimi të dy ata në sahih të tyre nga Sa'd ibn Abi Waqqas, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi azza wa jalla, ti nuk
jep ndonjë lëmosh, kur e jep një fjalë dhe me këtë ke për qëllim të fitosh kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, si sa bukur thot, illa uthbita alejha, vetëm se Allahu xhalla xhelalu do ta bëj të qëndrueshme këtë lloj adhurimi, domethënë adhurim të shpërblim nga Allahu. Do të qëndroj kjo tek Zoti dhe nuk lun. Pastaj thot hatta luqmata taj'aluha fi imra'atika, deri dhe kafshatën e bukës që ti e vendos thot në gojen e gruas tënde. Është lëmosh, ose më themi është një lloj sadakaja. Ndërkohë që gruaja ose edhe fëmijët e vegjël për shembull kanë mundësi të hajnë vet. Njeriu e jep për shembull, e merr dhe e shtin dhe e fut atë çapën e bukës, një ushqim në gojen e gruas së tij. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon dashuri. Kjo tregon afrimitet. Kjo tregon që familja janë kompakt me njëri tjetrin. Përveç kësaj, nëse ky njeri e bën që të me fitu dashurinë e gruas së tij dhe gruaja bën punë me fjalë që të fitojë kënaqësinë e burrit të vet, atëherë shtohet dashuria, atëherë arrit kënaqësia Allahu subhanahu wa taala. Kurse njerëzit për shembull nuk i, edhe pse janë gjëra të vogla, nuk i kanë shumë parasysh të gjëra. Mëse s'ka problem. Ose themi jo vetëm që nuk ushqen njëri tjetrin, por vjen në shtëpi dhe nervozohet pse s'ke gatu diçka. Ndërkohë me fjala e mund të thotë shumë bukur. Ti s'ke ble diçka për më gatu që të gatuj. Mund të thotë edhe këtë lloj xhevapi. Ka lloj-lloj hallet e dynjas nuk i dim. Sikletet e problemet ne nuk i dim. Rëndësishme është që ose mi le ti përmbahemi hadithit të njëjtit ku pejgamberi alayhi salatu sallam me këtë hadith shumë të rëndësishëm po na tregon që edhe në gjërat e vogla nëse ti i bën njët, ajo do të jetë e qëndrueshme si një adhurim i vërtetë të Allahu subhanahu wa taala. Kemi një hadith që transmeton Imam Nesaiu në Sunenin e tij nga Abu Umama al-Bahili, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna Allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Vërtet Allahu xhalla xhelalu nuk pranon nga adhurimet vetëm sa atë lloj adhurimi që është bër, nuk pranon nga punët e ndryshme ku funden dhe adhurim, por edhe punë të tjera të dynjas, vetëm që ajo punë e cila është bër për hir të Allahut xhalla xhelalu, pra për të fituar kënaqësinë e Zotit. Tani le të kalojmë tek pjesa më e rëndësishme e hadithit, që është pjesa e dytë. Pra çdo punë duhet patjetër të ketë njët. Dhe thamë ne, njëti bëhet për dy gjëra: për të dalluar adhurimin nga zakoni, apo jo, edhe për të dallu adhurimin nga njëra tjetra. Adhurimin nga zakoni, unë dha shembull, mund të kesh edhe shembullin e gjumit. Për shembull, njeriu flen gjumë sepse është lodh. Mirë, po të zbatoj sunetin e pejgamberit alayhi salatu selam, merr abdes para se të flej gjumë, e kujton Allahun xhalla xhelalu, vjen me ato lutje që i ka kënu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ka njët që nëse Zoti do ja kthej shpirtin prapë këtij njeriu në mëngjes të çohet dhe të fali sabahun, dhe jo si shumë persona për shembull që sabahu i del kaza, atëherë krejt gjumi i këtij është adhurim. Njeriu mund të flej 8 orë, mund të flej 6 orë, mund të flej edhe 5 orë, rëndësishme krejt ai gjumi i këtij njeriu që flen me emër të Allahut, zgjohet me emër të Allahut dhe ka qëllime të mira, gjumi atij është adhurim. Ndërkohë një gjumë tjetër i një personi tjetër për shembull që flen për qëllime ndryshme, thot jam shumë i lodh thot dhe duhet të flej gjumë në mënyrë që të miki lodhja, sepse nesër kam punë të tjera. Çfarë punësh ka njeriu në këtë dynja? Ka lloj punësh, lloj pasionesh, lloj dëshira të cilat jo gjithmonë janë të halallit dhe jo gjithmonë janë sipas shariatit islam, por mund të jenë dëshira dhe pasione të tjera për shembull që njeriu hyn në harame të ndryshme. Atëherë ky lloj gjumi nuk i sjell dobi këtij. Ky lloj gjumi nuk ka sevap për këtë. Domethënë, kemi mundësi që ne të bëjmë njët për hir të Allahu xhelle xhelalu të gjitha punët e tjera siç tha Zubeyd el-Yami, deri dhe ushqimi dhe pija në mënyrë që të na kthehet në sevap, zakone të ndryshme. Tani le të kalojmë tek pjesa më e rëndësishme e hadithit, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa innama likulli imri'in ma nawa, dhe për çdo njeri do t'i jepet ajo që ka pasur për qëllim, do shpërblehet sipas niyetit të tij. Do të thotë që njeriu që ka përgjegjës dhe për sinqeritetin e tij. Pikërisht për këtë thot Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin famëlar, thot alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ai është Allahu xhalla xhelalu që krijoi jetën, krijoi dhe vdekjen në mënyrë që t'ju sprovojë juve se cili prej jush do të punojë më mirë. Fjalën pjesën e fundit të ajetit, Fudail ibn Iyadi, nga ulemat e mëdhenj të selefëve, e ka komentuar duke thënë ahsanu amala, kush për jush do të veprojë më mirë, thot akhlasuhu wa aswabuhu, kush është më i sinqerti për jush dhe kush është më i saktë për jush. Pastaj thot
Akhlasuhu me sinqerti është kur ti vepron sipas me sinqeritet të Allahut xhelle xhelalu. Kur ta veprosh një punë, ti jetë vetëm për hir të Zotit. Kurse aswabuhu me sakta është kur ti të veprosh sipas sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Për shembull, vjen një person thotë veproje këtë punë kështu sepse inshallah ke sevapet e Zotit. Ne do t'i themi a ka burim ose ka origjinë kjo vepër që ti po më thu në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Do të thonë a ka ardhur në shariat kjo punë apo jo? Ai thot nuk është e rëndësishme se është punë e mirë, jo pashallah. Është dy kushte të punës që e kanë marrë dietarët e mëvonshëm. Nga Fudel ibn Iyadi është puna të jetë e sinqertë, edhe e kushti i dytë jetë sipas sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Jo më kot, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Faluni ashtu siç më keni pa mua duke fal. Për shembull, mbi 17 sahabe transmetojnë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam që e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u fal sa herë merrte tekbir në ruku dhe kur çonte nga rukuja, për shembull, i ngrinte dorë thonte Allahu Akbar. Kurse hadithi Abdullah ibn Mas'udit që pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka ngrit durët vetëm një herë në tekbirin fillestar, e ka bërë të dobët vetë Imam Buhariu. E ka bërë të dobët Imam Ahmedi, e ka bërë të dobët Ali ibn Medini. Domethënë janë hadithe munkara që quhen. Shumë bukur. Ne kemi një hadith të dobët dhe kemi një hadith mutawatir. 17 sahabe kanë pa pejgamberin alayhi salatu wasalam tazem. Unë po ja vesh një shembull, duke u fal për shembull me tekbira. Atëherë ti nëse ke mundësi, nëse nuk jenë burg që po thot njëri për shembull, po të detyron apo ke probleme të ndryshme që ti mundesh me fjalë ose mund të themi që mund të gjesh një lloj arsyetimi kështu më radh, ja. Ti duhesh me falë si mas sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sufjan Thauriu një ditë e pa një burr në xhami duke u fal vetëm duke ngritur durët në tekbirin e parë. Edhe i tha mas namazit, o njeri, i tha, a e ke dëgjuar transmetimin prej filanit nga filani, nga filani, nga Enesi nga pejgamberi, nga Abdullah ibn Umeri nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, që shfal duke ngritur durët? Po thot, e kam dëgjuar. Po pse nuk e zbaton atë? Domethënë i ka dhënë rëndësi i ka dhënë rëndësi Sufjan Thauriu dhe të tjerë, ata s'kan pas për qëllim se kur e lën një sunet ke bë me kru, siç është e zakonshme në librat e fikut të fuqahat të mëdhenj. Kjo është e vërtetë, kur lën një sunet ke bë me kru, sunetet e fikut që quhen. S'është problemi këtu. Sufjan Thauriu ka qenë me vizion të largët, ka pas qëllim tjetër. Ka dashur me tregu që nëse njeriu neglizhon në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam pa arsye dhe pas një lloj shkaku, me kalimin e kohës njeriu kalon në bidate. Njeriu kalon në risi. Njeriu kalon me fjalë në lënien e fesë, derisa pastaj shikojmë për shembull që shumica e muslimanëve, shumica e njerëzve kanë probleme në fenë e tyre. Pse? Sepse edhe një lloj suneti që duan ta ndjekin për shembull, ato janë hadithe të dobta, janë hadithe të pasakta e kështu me radhë. Që mos zgjatemi te kjo, pra le të vazhdojmë atë citimin e hadithit të Ebu Umam al-Bahiliut, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna Allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Vërtet Allahu xhelle xhelalu nuk pranon prej jush punë vetëm nëse ajo punë është e sinqertë për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe njeriu kërkon me të fitoj kënaqësinë e Allahut xhelle xhelalu. Kjo është për sa i përket sinqeritetit. Mirë, po ne përmendëm në fjalën e Fudel ibn Iyadit që kemi edhe një kusht tjetër, puna tjetër pranume, ajo të veprohet sipas sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe jo sipas logjikës, arsyes apo dëshirave të njerëzve në përgjithësi. Pa. Tani, këtu tash do të qëndrojmë tek sinqeriteti i njëtit. Pra, njëti të jetë i sinqertë. Kemi punë të cilat janë të sinqerta plotësisht për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kemi punë të cilat nuk janë fare të sinqerta. Kemi edhe punë të cilat janë të ndërmjetme. Kemi sinqeritet, por kemi edhe qëllime të tjera. Atëherë, si ta kuptojmë ne vetveten tonë, në adhurimet tona të përditshme, në punët e përditshme, që a jemi të sinqertë në adhurimet dhe veprimet e ndryshme apo jo? Ose a kemi përzierje të ndryshme, qëllime të ndryshme në adhurimet dhe punët tona apo jo? Si ti kuptojmë këto? Inshallah pikërisht këtë do të shpjegojmë se kjo është puna më e rëndësishme, prandaj dhe ky hadith është hadithi më i rëndësishëm. Nëse ne nuk dimë të bëjmë njëtin dhe pasi ta bëjmë njëtin, ne nuk dimë të jemi të sinqertë, atëherë çdo puna jona është e kot. Çfarë do lloj pune e madhe ose e vogël qoftë ajo. Për sa i përket përzierjeve të ndryshme, përzierjet janë dy llojesh. Ose do të kesh qëllim syfajsin, ose do të kesh qëllim dëshira të tjera të kësaj dynjaje, por ajo nuk është syfajsi. Nëse është syfajsi, syfajsia e prish krejt punën. A nëse ke qëllime të tjera,
don ta bësh një punë për hir të Allahut xhelle xhelalu, bashkë me këtë e përzin dhe me qëllimet të dynjas, shpërblimi të rrezohet ose mi themi të minimizohet, të ulet, ama nuk prishet e gjithë puna. Edhe do të vi inshallah argumenti për këtë. Por fillim të dalim te puna më rrezikshme, që është syfajsia, në hadithin që transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot inna akhwaf ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Gjëja që un kam më frikë tek ju është shirku i vogël. E pyesin sahabët pejgamberin alayhi salatu wasalam, thot ja Rasulullah, wa ma ash-shirku al-asghar? Për cilin shirk të vogël po bën fjalë. Sahabët e dinin që shirku i madh është shirku me adhuru tjetër kënd përveç Allahut xhelle xhelalu. Ti mbështetesh tjetër kujt përveç Zotit subhanahu wa taala. Ti lutesh tjetër kujt përveç Allahut xhelle xhelalu, gjëra që mund ta nxjerrin njeriu nga Islami. Po shirku i vogël tani çfarë qen ka? E pyesin sahabët pejgamberin alayhi salatu selam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ar-riya. Bëhet fjalë për syfajsin. Yaqulu Allahu azza wa jalla yawma yujazi al-ibad. Do të thot Allahu xhalla xhelalu ditën kur do të shpërblehen njerëzit për punët e tyre, thot idhhabu ila alladhina kuntum turauna lahum fi dunya hal tajiduna indahum khayra. Shkoni tani, thot Allahu xhalla xhelalu ditën e gjykimit tyre njerëzve. Shkoni tani o njerëz tek ata persona të tjerë për të cilët ju keni vepruar sa për sy e faqe të tyre, edhe shikoni dhe kontrolloni a do të gjeni hajër dhe mirësi për tyre. Dhe urdhi Allahu xhalla xhelalu nuk bëhet dysh. Njerëzit do të shkojnë, nëse unë kam fal një namaz, nëse kam këndu Kur'an, nëse kam agjëruar një ditë agjërimi, apo kam vepruar punë të tjera, apo adhurime të ndryshme në përsye faqe të filanit në mënyrë që filani thot sa adhuruesi mirë që ka ky njeri që ka prej salihinëve, ky njeri që ka prej evlijave, ky njeri që ka vërtet njeri i mirë, atëherë unë do të shkoj ditë gjykimit edhe do t'i them këtij personi për hir të syrit këtij, apo për syfajsinë, do t'i them, ka çu Zoti, është urdhër i prem, e kam bë këtë punë për ty mi fjalë. A keni hajër me më dhon? Çfarë do t'i thotë ai njeri? Robët e mirë e pejgamberët, nefsi thon për veti, nuk lutet kur kush për tjerët, veç i madhi Muhamedi, i lutet shumë Perëndis për shpëtimin e gjithë mahsherit dhe Allahu i gjithësisë ja ndihjon lutjen pejgamberit. Pra luma i që bën punë të mira, se për Zotit që në sevapin, si mirë kush punon të vështira, a dit ka me hek azapin. I vetmi person të cilit Allahu xhelle xhelalu do t'i japi leje për të bërë shefat fillimisht për gjithë muslimanët gabimtar, është vetëm pejgamberi alayhi salatu wasalam. Krejt muslimanët të tjerë, madje dhe pejgamberët të mëdhej, duke filluar nga Ademi, nga Ibrahimi, nga Musai, nga Isai e kështu me radhë, nga Nuh alayhis salam, të gjithë do thonë nefsi vete ime, sepse të gjithë kanë bërë nga një gabim. Çka do thotë që ne jo vetëm që nuk do të gjejmë të marrim shpërblim për njerëzve që ne kemi dashur të fitojmë kënaqësinë atyre njerëzve, me adhurimet që duhet ta dedikojmë Allahut xhelle xhelalu, jo vetëm kaq, por do të vërejmë që edhe ata pasin sikletet e tyre, ata kanë problemet e tyre, ato kanë gabimet e tyre, gjunahet e tyre që kanë vepruar në këtë dynja. Atëherë njerëzit do të thonë ik më le rahat, un kam hallet e mia. Më le rahat sepse un kam bërë gjunahet e mia, ndoshta un jam bërë syfajsi për hir të këtij, ndoshta ky tjetri për hir të një tjetri e kështu me radhë. Atëherë shpëtimi nuk është vetëm se te Allahu subhanahu wa taala, mirë po ka një ikhtilaf tek dietarët, duke qenë se shirku i vogël hyn tek shirku, familja e shirku ta qush, pra a e fal Zoti shirkun apo jo ditë gjykimit? Në formë të prerë, Allahu xhelle xhelal nuk e fal shirkun e madh. Po shirkun e vogël nuk ka argument të drejtë për drejtë. Duke qenë thotë se e ka qyt pejgamberi alayhi salatu selam shirk, atëherë edhe pse është i vogël dhe nuk të nxjerr nga Islami, ti patjetër do ta vush atë lloj syfajsie ditën e gjykimit. Argumenti i kësaj pale dietarësh kush është? Është hadithi e Imam Ahmedin në Musnedin e tij, ashtu dhe Imam Ibn Majah në Sunenin e tij nga Abu Sa'id al-Khudri, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, men yura'i Allahu bihi wa man yusammi Allahu bihi. Kush bën një punë sa për sy e faqe të tjerëve, atëherë Allahu xhelle xhelalu do t'ia shfaq këtë lloj pune, do t'ia shfaq para njerëzve të tjerë këtë lloj pune, do ta nënçmoj këtë lloj krijese për punën që ka vepruar. Pastaj thotë wa man yusammi Allahu bihi, e kush vepron një punë në mënyrë që të jetë i dëgjuar tek njerëzit e tjerë, atëherë Allahu xhelle xhelalu këtë lloj dëgjueshmërie po ashtu do ta shfaq. Ku do e shfaq? Në dynja apo në ahiret? Vjen transmetimi tjetër kur thotë ala ruusil khalaiqi yawm al-qiyamah thumma sagharahu wa haqqarahu. Do ta bëj Allahu xhelle xhelalu këtë thotë ditën e gjykimit para të gjithë krijesave të tjera, dhe pastaj do ta poshtroj dhe do ta nënçmoj këtë krijesë.
do ta pështroj dhe do ta nëçmoj, domethënë do të fillojë dënimi i tij për këtë lloj syfasie, çka kanë thënë ulemat, pra që shirku i vogël nuk u fal ka. Një pjesë tjetër e dietarëve ka thënë jo, derisa nuk hyn te shirku i madh që nxjerr nga Islami, ai është në dorë të Allahut subhanahu wa taala, mund të ketë nëçmim, mund të ketë poshtrim, mund të ketë me fjalë një lloj sikleti dhe dënimi për momentin, vetëm sikleti i madh paraqitesh përpara Allahut xhelle xhelalu me syfajsi edhe me vepra të tilla, atëherë është një dënim me vete. A do të futen zjarrin në xhenemit apo jo? Ka thënë kjo pjesa tjetër e dietarëve, ai është në dorë të Allahut xhelle xhelalu, nëse don e fal, nëse don nuk e fal, atëherë veç Allahu e di të vërtetën se çfarë do të veprojë në ditën e gjykimit. Ne nuk mund guxojmë të themi që le të bëjmë syfajsi tani në këtë botë, se inshallah Allahu do të na falë ditën e gjykimit. Mos ju fut fare kësaj lloj llogarie. Tani le të kuptojmë diçka që është e rëndësishme. Ku thot pejgamberi alayhi salatu sallam, men yura ilahu bihi, kush bën një punë sa për sy e faqeve të njerëzve të tjerë, Zoti do ta demaskojë dhe këtë punë të tij do ta shfaq para njerëzve të tjerë ku ditën e gjykimit, apo jo? Kur tham neve është transmetimi tjetër, wasagarahu wa haqarahu, dhe do ta poshtroj dhe në çmoj Allahu xhelle xhelalu këtë njeri para gjithë krijesave ditën e gjykimit. Pastaj thot, dhe kush bën një punë në mënyrë që të jetë i dëgjuar tek njerëzit e tjerë, atëherë edhe këtë punë do t'ia demaskoj Allahu xhelle xhelalu këtij njeriu. Të dyja fjalit, njëra pas tjetrës, kush bën një punë për syfajsi dhe kush bën një punë që të jetë i dëgjuar tek njerëzit e tjerë, do të bëj një pyetje tani që të shikoj përqendrimin. A janë njësoj? Bismillah. Si janë njësoj? Cili është dallimi? Nëse bëhet për syfajsi, do të thotë që është veprim i momentit. Pra, kur bëhet fjalë që të më shikoj filani, do thotë që unë duke vepruar një punë në momentin. Kurse që të jemi dëgjuar, mund të jetë e momentit, por mund të jetë edhe punë e pasme. A e dini çfarë do thotë kjo? Që ndoshta njeriu mund t'i prishën punët edhe pas disa vjetëve. T'ja jap shembullin ty. Njeriu ndërton një xhami për hir të Allahut xhelle xhelalu dhe nuk ka më të sinqert se ai lloj njeriu. Ikën ai, udhton. Mas 5 vjetëve, mas 10 vjetëve, mas 20 vjetëve, kthehet aty pari, ku ka të ndërtu një godinë të mirë, një xhami kështu me radhë. I pëlqen puna. Edhe thot njerëzve që nuk i njohin fare, a e dini se kush e ka ndërtu këtë xhami? Kush e ka kaq bë? E kam bën unë, thot. Atëherë njeriu sinqeritetin para shumë vjetëve e kthen në mënyrë që të jetë i dëgjuar tek njerëzit e tjerë. Nuk është kusht asnjëherë që njeriu të bëjë syfasi për momentin, por do ta ruajë sinqeritetin e vet gjithmonë derisa të vdes. Prandaj dhe Aliu radhiyallahu anhu çfarë ka thënë? Kur ta bësh një punë të mirë, harroje atë. Harroje, sepse shejtani do të vi edhe të hyj veten qef. Thot, shiko sa punë të mirë kam bë. Shiko sa libra kam shkru, shiko sa libra sa xhami kam ndërtu, shikoni sa rrugë kam hap, e lloj. Njeriu i sinqert e vepron një punë dhe harron. Fjala e Aliut është fjalë e vyer. Është një fjalë shumë e madhe. Prandaj dhe këto këshilla duhet i mësojmë përmendesh, jo thjesht i kalojmë kështu. Dhe ti kalojmë me fjalë, se do t'i mbaj mend, duhet të ishin shkruajt këto, gjitha. Do të di? S'ka gjë se inshallah është incizuar dhe i kthehemi, po patëm komi u kthy. Atëherë, njeriu kur ta veprojë një punë, le ta harroj atë, nëse vërtet është i sinqert për hir të Allahut subhanahu wa taala. E kemi një hadith, unë e kam cek këtu në këtë xhami faktikisht, hadithin që i pari njeri që do të gjykohet ditën e gjykimit është ai person i cili ka rënë dëshmor. Faktikisht mirë është ta citoj edhe një herë tjetër se ky është hadith shumë i rëndësishëm. Do ta them unë pse është kaq i rëndësishëm hadithi. Ka rënë dëshmor për hir të Allahut xhelle xhelalu. Kështu e njeh veten ai dhe kështu e njohin njerëzit. Do t'i thot Allahu subhanahu wa taala, a ke luftu? Po thot, kam luftu për hir të tënd, Zot. Mi thot, po kam luftu. Pse ke luftu? Për kënaqësinë tënde. Çfarë thot Allahu? Ke dhepte, ke gënjy, thot. S'është vërtet. Ti ke luftu li uqala anka jari, në mënyrë që njerëzit thonë sa i guxim se është filani është shtrim. Atëre Allahu xhela xhela do të përgjinjëstrojte. Vjen i dyti. I dyti që do të gjykohet ditën e gjykimit, thotë rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, një njeri i cili e ka mësuar diturinë, por ka dhënë edhe të tjerëve këtë lloj diturie. Wa qara al-Qur'ana, po ashtu ka këndu dhe Kur'anin, ka qenë nga kënduesit e mirë Kur'anit, që njerëzit kur janë fal masatit me fjalë kënaqen. Kuptoni, kënuesi mirë. Atëherë çfarë thot? I thot Allahu xhelle xhelalu, a ke mësuar njëri? Po thot ka mësuar. Për çfarë ke mësuar? Për kënaqësinë tënde. A ke lexuar Kur'anin? A ke mësuar tjerëve? Po. Pse ke bërë? Për kënaqësinë tënde. I thot Allahu xhelle xhelalu, kadhabta.
li'annaka fa'alta dhalika liqala anka qari'un, vërtet e ke vepruar këtë në mënyrë që njerëzit të thonë sa këndues i mirë është ky, sa alim i mirë është ky, sa dietar i mirë është ky, sa hoxh i mirë ky, e kështu me radhë. Atëherë edhe ky mbaron edhe ky njeri. Pastaj thot njeriu i tretë, rajulun a'tahu Allahu al-mal, një personit që Allahu xhelle xhelalu i ka dhënë pasuri, dhe wasa Allahu bihi, dhe i ka dhënë pasuri të gjerë, i ka dhënë shumë. Pastaj thot, pse ke vepruar këtë? Me një fjalë, a ke pas pasuri? Po. A ke shpenzu? Po. Pse ke shpenzu? Për të fituar kënaqësinë tënde. Thot ky njeri, thot Allahu xhelle xhelalu, kadhabta, innama fa'alta dhalika liuqala anka jawad, vërtet i ke vepruar këtë punë në mënyrë që ty të quajnë njerëzit bujar. Shisa bujar i mirë është ky. Jep, në mënyrë që o njerëz shikoni, po japun, un jam bujar e kështu me radhë. Si përfundon hadithi, thot fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, merret zvarr, thot me fytyrë prej tokë marrin me lekët dhe nuk shkon me këmbë të veta, por e marrin zvarr dhe hodhin zjarr xhenemit. Këtë njeri i cili ka vepruar këtë punë, për faktikisht hadithi është i gjatë, unë thash atë rezumen e hadithit, diçka të shkurtër. Çfarë na intereson neve nga ky hadith? Është një pikë shumë e rëndësishme dhe kulminante. Kur njeriu do të paraqitet përpara Allahut xhelle xhelalu dhe do të jetë i bindur se është i sinqert, dhe Allahu do të thotë ti ke gënjur, nuk është e vërtetë. Pra njeriu mashtrohet aq shumë dhe njetin e vet të prishur e bën zakon, saqë zakoni vet do t'i pëlqejë. Edhe ky lloj pëlqimi do të kujtoj se është duke vepruar punë të mira, ndërkohë vetëm Zoti i ditë gjykimit do ta tregoj këtij njeriu a ke qenë i vërtet apo jo, a ke qenë i drejt apo jo, a ke qenë i besnik apo jo, a ke qenë i sinqert apo jo, dhe atëherë njeriu do ta kuptojë. Mirë, po mund të lind një pyetje tani. Po qenë ka çështje shumë e rrezikshme. Ndoshta ne jemi duke vepruar punë dhe nuk e dim tani, a jemi sinqert apo jo? Mund të jemi një prej këtyre treve që ditën e gjykimit Allahu xhelle xhelalu do të na pyes dhe pastaj ndoshta do të na përgënjeshtrojë. Mirë, po ja që shariati islam i ka qartësuar çështjet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka qartësuar çështjet, ashtu dhe ulemat në shpjegim sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam i kanë qartësuar çështjet, andaj dhe Yahya ibn Abi Kathiri thot një fjalë të madhe, thot ta'allamu an-niyya fa innaha ablaghu min al-amal, mësojini mirë metodën dhe mënyrën se si bëhet njeti, sepse ajo është më e madhe se sa vetë puna. Ti mund bosh punë të mëdha, po s'dite me bën njëtin as quhet asgjë. Çfarë thot Abdullah ibn al-Mubarak? Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyya wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya. Ndoshta një punë shumë e vogël, thot Abdullah ibn al-Mubarak, e zmadhon njeti i mirë. Një jet i sinqert tek Zoti, një punë e vogël bëhet e madhe shumë. Ndoshta thot pastaj një punë shumë e madhe e zvoglon atë njeti. Kur njeti nuk e ka aq të pastër, bëhet fjalë me qëllime të dynjas, a nëse ke syfaqësia i pritet fare. Unë do ta jap argumentin që qëllimet e dynjas për shembull e zvoglojnë sevapin, por nuk e heqin fare. Do dal inshallah pak më vonë tek, ose më mirë le ta themi tani, kemi hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam që transmeton Muslimi në Sahihin nga Abdullah ibn Amr ibn al-As, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah, nuk ka ndonjë ushtri luftëtar të ndryshëm që luftojnë për hir të Allahut subhanahu wa taala, thot fi sabilillah, nuk Zotit, fayusibuna al-ghanima, dhe pas luftës Allahu xhelle xhelalu i bën të mundur të arrijnë dhe ganimetin, plaçkën e luftës, thot illa ta'ajjalu thuluthai ajrihim, vetëm se kanë përshpejtuar, thot 2/3 e shpërblimit të tyre. Çfarë do të thonë kjo? Do të thonë që luftëtari kur shkon në luftë, mirë po ka dhe qëllimin që mas lufte inshallah po ka dhe një plaçk lufte, atëherë 2/3 të shpërblimit ikin, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Vetëm 1/3 do t'i ngelë atit për njëtin që ka pas për xhihadin, luftën për hir të Allahut xhelle xhelalu. Pastaj thot pejgamberi alayhi salam, wa yabqa lahum ath-thuluth, dhe do t'i mbesi si shpërblim vetëm 1/3. Pastaj thot wa in lam yusibu ghanimatan tamma lahum ajruhum, a nëse nuk kapin fare plaçk luftë, do të thonë nuk marrin fare nga plaçka e luftës, atëherë do t'i plotësohet 100% shpërblimi i tyre. Po ta shikojmë me vëmendje, hadithi i pejgamberit është shumë i rëndësishëm. Pra ky nuk ka qëllim syfaqësie, nuk ka qëllim që ti tregoj njerëzve të tjerë që un jam i guximshëm, po shkoj në rrugë Zotit kështu me radhë. Jo. Ka qëllim unë do të luftoj për hir të Allahut xhelle xhelalu, mirë po në të njëjtën kohë, inshallah del në rrezik dynjaje. Unë du të animoj fen, du të animoj islamin, du të animoj muslimanët që janë hall, po inshallah po del në një rrezik nga dynjaja, atëherë zvoglohet shpërblimi. Do thotë që nëse ke interesa dynjaje, shpërblimi nuk ikën krejt si syfaqësia. Syfaqësia e prish krejt.
ketë shpërblimin e punës së mirë. Tani le dalim tek pika që është më kryesore. Duke qenë se kemi musliman besimtar, të cilët ditë gjykimit do të jenë të sinqertë të Allahu xhelle xhelalu, ose të jenë të bindur që ata kanë qenë të sinqertë, dhe Zoti do t'i përgënjështrojë, nuk e qeni sinqert, se e ke bë këtë punë, atë punë e kështu me radhë për hir të filanit dhe për syfaqësi të filanit e kështu me radhë, atëherë si ta kuptojmë neve, a jemi të sinqert apo jo? Unë do t'ju jap juve vetëm 3 fjalë. Një fjalë është Imam Ahmedit dhe 2 fjalë janë prej 2 personave, të cilët sot e kësaj dite nuk i dihet emri, vetëm se kanë qenë nga njerëz të mençur të selefëve. Ka dhënë xhavab pikërisht për këtë çështje. E kanë pyet Imam Ahmedin, kejfe nije, si të bëhet njeti? Që është rrezikshme, po bëhet fjala imi sinqert apo jo? Thot Imam Ahmedi, Zoti më shëroft, yu'aliju nafsahu idha arada amalan la yuridu bihi an-nasa. Le ta kuroj vazhdimisht vetveten e tij. Sa herë ti duke bërë një punë, mos ketë qëllim në asnjë lloj mënyre njerëzit, krijesat. Krijesave fshi krejt, s'kam punë me krijesat, vë një X të madh. S'ka punë me krijesat, ka punë vetëm Allahun xhelle xhelalu. Mundësisht zbato fjalën e Aliut, kur ta bësh një punë të mirë, harroje atë. Harroje fare, s'ke punë. Mundo të bësh një punë dytë, bo aq shumë punë të mira sa ti harrosh. Sa ke bo vallahi s'di gjos më men. Ik, zhduku. A vëdon mos ma asnjë, më fal, zhduki të gjitha mendimet, të gjitha cytet, gjithmonë të vjen shejtani. Shejtani ka ardhur pejgamberve, shejtani ka ardhur sahabëve, shejtani ka ardhur salihinëve, i ka ardhur njerëzve më të mirë dhe ka dash ti ngatëroj. Njeriu i pari kësaj bote është ngataruar prej shejtanit. Ademi alayhi salam, domethënë askush i prej nesh mos mendoj se inshallah do ta mund shejtanin, edhe mendon se është i sinqert, por të marrë fjalët e dietarëve dhe të veprojë me to. Thot Imam Ahmedi, yu'aliju nafsahu idha arada amalan la yuridu bihi an-nas. Le ta kuroj vetveten e tij, sa herë që të dojë të veprojë një punë, mos ketë fare qëllim njerëzit, por ta ketë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Këtë lloj njeti të tillë e kanë kuru vetveten e tyre të gjithë ulemat të mëdhej, andaj dhe emri i tyre ka qenë ose më mirë themi nuk harrohet deri ditën e gjykimit. Sufjan al-Thauri çfarë thot? Thot ma alashtu shay'an ashadda alayya fi nafsi min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Nuk kam kuru, thot, në vetveten time, thot Sufjan Thauriu, diçka më të vështirë se sa njeti, sepse ajo vazhdimisht më kalon mua sipër. Çka do thot se Sufjan Thauriu kanë qenë në luftë e sipër me vetveten e tij, me njetin e tij. A është duke i bërë punët për hir të Allahut xhelle xhelalu apo për të treguar që ky ka qenë alim i madh? Vetë Sufjan Thauriu e kam treguar më duket këtu në këtë xhami një herë tjetër kur shkonte në Palestinë, ku ulemat ose xhamate ose muslimanët e Palestinës nuk ishin në nivelin e ulemave të Bagdadit. Bagdadi ka qenë në atë kohë dipi kulturës. Dipi i kulturës islame. Andaj dhe kur shkonte në Palestinë që nuk ishin diturinë ose nuk ishin sy hapur, ai sa kanë qenë ulemat e Irakut të asaj kohe, në kohën e tabiinëve, thonte Sufjan Thauri, saluni al-ana fa inna an-nahra sayajri, më pyesni mua tani sepse lumi do të fillojë të vërshojë. E konsideroi, krahasoi vetveten e vet me një lum që vërshon. Domethënë pyetni ç'a doni, sepse unë jap përgjigje për gjitha pyetjet që keni ju. Këtë e thot vetë Sufjan Thauriu për vetveten e tij, mirë për në të njëjtën kohë e thot me atë lloj qëllimi që nuk është punë e mirë kjo. Nuk është punë e mirë që njeriu t'i pëlqejë vetvetja e tij. Nuk është punë e mirë që njeriu pastaj fillojë të bëhet mendjemall dhe bëhet arrogant me krijesat e Allahut subhanahu wa taala, pastaj thot atë fjalën tjetër të madhe që s'kam kuru, thot diçka më të vështirë në vetveten time se sa njeti, sepse ajo vazhdimisht më kalon mua sipër. Tre janë njerëzit në këtë aspekt. Ose njëri që është i sinqert drejt për drejt 100% të Allahu xhelle xhelalu, ose një njeri tjetër i cili i bën punën sa për sy e faqe, ky është i shkatrum, pra punët e tjera shpërblimi i ka rënë poshtë, nuk ka shpërblimet të Allahu xhelle xhelalu, ose një njeri i cili i vjen shejtani, mundohet ta nxjisë dhe ta cys për qëllime të ndryshme, për syfaqësi të ndryshme dhe i vjen faktikisht, futet për brenda, mirë për ky e lufton atë. Ai prap futet, ai prap lufton atë dhe nëse vdes në luftë e sipër me shejtanin se unë do të bëj për hir të Allahut, kurse ky e lufton dhe ky lufton bashkë me të, atëherë nëse vdes me këtë lloj mënyre, si do të llogaritet ky njeri? Njeri i mirë se ka luftuar për hakun. Nuk është si grada e Abu Bekr Sidikut
që guxon të shejtani mi ardhë me i fjallë dhe me guxu me i fjallë, me i prish sinqeritetin besnikërin, derisa shujt as-Siddiq në mesin e sahabëve. Se Abu Bekri nuk vjen më deri ditë gjykimit, nga ummeti pejgamberit alayhi salatu vesselam. Siç ka pas me i fjallë gjithë popujt, e kanë pas Siddiqët e vet. Siddiqu këtij ummeti është Abu Bekri radhiyallahu anhu. Mirë po, s'do të thotë që shejtani nuk i ka ardhur Abu Bekrit në punë të tjera për shembull. Në vendosmërinë që ka pas Abu Bekri në fe, e ka dhënë Allahu xhelle xhelalu atë lloj vendosmërie nga zemra e mirë besnikëria që ka pas për brenda Abu Bekri. Mirë po mund të ke pas probleme tjera për shembull. Mirë po, ndoshta mund të kemi njerëz që s'janë aq të sinqertë sa Abu Bekri. 100% sinqert, por i vjen njëti i keq dhe ky fillon ta luftoj atë. Edhe pse nuk mund të arrijmë dot gradën e Abu Bekr Siddiqut, edhe pse mund të paktën të jemi në gradën e kujt? Sufjan Thauriut. Nëse ne arrim të jemi sa Sufjan Thauriu, vallahi inshallah ke përqen për të shpëtuar. Ke përqen nga selefët e parë. A kupton? Edhe selefët tanë të parë kanë pas problemet e veta, pas sikletet e veta, kanë pas gabimet e veta, gjithse kushi sa do i mençur dhe i dishëm ka qenë, ka pas një gabim. Ashtu si krejt muslimanët ka çdo kushi një gabim të vetin, ashtu se ku disa prej pejgamberëve, siç vjen hadithi shefatit, kanë bë gabime të ndryshme, përveç pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam, por të paktën të mundohemi që të luftojmë njëtin ton, të luftojmë vetë tona, të jemi të sinqertë për hir të Allahut xhelle xhelalu dhe që të jemi të sinqertë. Unë ju tregova fillimisht fjalën e Imam Ahmedit, ku na këshillon që nëse do të kuptosh i sinqert apo jo, tu'aliju nafsaka, të kurosh vazhdimisht vetveten tënde për çdo punë që ti do të veprosh. Se a do të jetë punë e sinqert apo jo? Si ta kuptojmë këtë? Thot la yuridu bihi nase, mos ket për qëllim njerëzit e tjerë. E kanë pyetur njërin prej të mençurve dhe të zgjuarve, njerëzit e mençur pra, në te selefët tanë të parë, ka thonë menil mukhlis. Kush është njeriu i sinqert? Na trego i cili është njeriu i sinqert. E i thot alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Shikoj sa fjalë e madhe. Është ai njeri i cili i mbulon thot veprat e mira ashtu sikur mbulon veprat e këqija. Të gjithë ne bëjmë gabime. Gabime nga më ndryshme. A kemi neve dëshirë që gabimet tona t'i dinë njerëzit e tjerë? Normal që s'kemi dëshirë. Atëherë, ky njeri i mençur prej seleve ka thënë, ashtu sikur mbulon gjunahet e tua dhe gabimet e tua që s'don t'i marrin vesh njerëzit e tjerë, ashtu mbuloj dhe veprat e mira. Nëse arrin të kesh këtë lloj qëllimi, sa njeriu të mbulojë veprat e veta, mos i marrin vesh njerëzit e tjerë, atëherë ti je i sinqerti. A nëse ti nuk don t'i mbulosh veprat, do të thotë çfarë? Që ke dëshirë t'i marrin vesh njerëzit e tjerë veprat e tuaja. Çfarë do të thotë? Tu fillon pasaj avash syfajsia, ti je i dëgjuar tek njerëzit, të bësh burr i mirë tek njerëzit, ti je njëri i mirë tek e kështu me radhë. Një të mençur tjetër në kohën e selefëve po ashtu e kanë pyetur thot, ma gayetul ikhlas, cili është kulmi i sinqeritetit. Çfarë ka thënë? Shikoni çfarë fjalë të mëdha. Thot alla tuhibba mahmadatan nasi, kur ti mos të dëshirosh lavdërimin e njerëzve. Do më thonë ti jesh ndërmjet dyre shkallëve. Fillimisht të mundohesh punë të mira, ti fshehesh, ti mbulosh, s'kan punë njerëz të tjerë të marrin vesh se çfarë vepra të mira kanë vepruar. Dhe në të njëjtën kohë kulmi i sinqeritetit është atëre kur ti nuk don të lavdërojnë njerëzit. Për shembull, e mbaron një hutbë të mirë, edhe shikon për shembull që disa pjesëtar të xhamatit, imamin hutbë, e shikon për shembull që disa prej tyre kanë qaf. Hutbë për shembull ka raste hutbë është prekse. Gjysma xhamatit me fjalë ul kokat e tyre, ashtu sikur na vjen transmetimet e pejgamberit alayhi salatu sallam mbante disa herë hutbë sa që sahabët kanë qajt aq shumë sa dilte zëri i të qajturës së tyre nga hundët e tyre. Kur njeriu qan me fjalë me dënes të madhe, u preknin aq shumë nga fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Njeriu mund ta vërre kur xhamia mushet plot për ditë xumaje që shumë prej xhamatit janë prek për shembull nga kjo hutbë. Atëherë vjen shejtani në zemrën e këtij njeriu. Kur mbaron për shembull, kur mbaron ajo hutbeja ose fjalimi ose ligjërata ose një vepër e mirë ose një kështu me radhë, njerëzit thon Allahu shpërblef se na kënaqe. Nëse kuptojmë për njeriu për brenda me fjalë fillon gëzohet. I ka dëshirë lëvdatat e njerëzve. Nëse i ka dëshirë lëvdatat e njerëzve, atëherë nuk është nga njerëzit e sinqertë. Unë ta bëra me fjalë e qartësova aq shumë meselen për mi bë llogaritësh i gjithse kushi për nesh vetvete son. Sa herë ne kemi dëshirë të lavdërojmë njerëzit.
në punë të ndryshme, në adhurime të ndryshme, në vepra të ndryshme, në marrëdhënie që kemi ne me njëri tjetrin. Sa herë kemi ne që kur veprojmë një të mirë i themi, si e veprova, a shkoi mirë, a e thash mirë, e bënë mirë kështu me radhë. Pse duhet ti mi thon njerëzve, ndërkohë që ne sapo e marrëm, e veprove një punë të mirë, ik, mbaroje atë punë. Harroje, zhduke, mbuloje, fshije, gropose. A u thon, vetëm që mos të shkosh në atë shkallë kur do të fillojnë njerëzit shkoje. Edhe shejtanin e lavdrojnë pasuesit e vet. Njeriu më i keq në këtë botë do ketë njëri që e lavdron. Çka do thotë? Që mos mendo asnjëherë që nëse njerëzit ty të lavdrojnë, ti meriton lavdatën. Njeriu të lavdron sepse ashtu e shikon ai, pavarësisht se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ndaluar lavdatat. Mirë, po vetë pejgamberi alayhi salam ka lavdruar. Ka lavdruar në të raste kur si thot Imam Ibn Qayyim dhe të tjerë, ka lavdruar në të raste kur e ka ditë shumë mirë që këtij njeriu nuk i hip veten në qef dhe ky lloj lavdrimi është nxitje për atë titrin që të punojë dhe ai si ky. Mençuria e pejgamberit alayhi salatu wasalam, në rast të kundërt kur e din shumë mirë që filani i hip veten në qef, mos e lavdro sepse nuk e meriton lavdrimin. Por thjesht thuaj Allahu të shpërbleft. Hoç thuaj, mirë kam atë ligjëratën, po duam akoma më mirë. Në këtë rast hoxha jo vetëm që inshallah do të rrijë sinqeritetin, por do të rrisë dhe nivelin e tij akademik. Thot subhanallahu, mi fal mësimi im sipas asaj aq i dur, do të mundohem me lenin Allahu xhella xhelalu që herën tjetër xhamati të përfitojë më shumë. A kupton? Domethënë ti mundohesh të rrisësh nivelin e xhallarëve, nivelin e xhamatit e kështu me radhë, domethënë mos mi bë lajka njerëzve. Ka i koha lajka, muslimani nuk bën lajka. Muslimani këshillon për hir të Allahut, mirë po dhe këshilla tjetër po ashtu për hir të Zotit. Domethënë me butësi, me mirësi, me vëllazëri, duke ruajtur me fjalë respektin e njëri tjetrit. Domethënë, nëse don të gjesh vetveten tënde, edhe sa kohë ka Jacia? Ka 7-8 minuta. Okej. Alhamdulillah. Atëherë, nëse don të gjesh vetveten tënde, a je nga njerëzit sinqert apo jo, në mënyrë që mos të paraqitesh ditën e gjykimit, dhe të jesh i bindur se je sinqert dhe Allahu do të përgënjeshtrojë, mundohu të zbatosh këto tre thënie, ti Imam Ahmedi dhe atyre dy tjerëve, sepse vallahi billahi ke përqen nga njerëzit e shpëtuar. Imam Ahmedi që thot, yu'aliju nafsahu idha arada amalan la yuridu bihi an-nasa. Të kuroj vazhdimisht vetveten e tij, sa herë të veproj një punë, atëherë mos ketë për qëllim njerëzit, por ketë për qëllim vetëm Allahun xhelle xhelalu. Ai tjetrin e ka pyet një të mençur, menil mukhlis, kush është njeriu i sinqert? Ka thënë, alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Ai njeriu i cili i mbulon thot të mirat e veta, veprat e veta që ka vepruar, ashtu sikur mbulon thot gabimet e veta, gjunat e veta. Kurse të tretin e pyetën, magayatul ikhlas, cili është kulmi i sinqeritetit, ai çfarë ka thënë? En la yuhibba mahmadatan nasi, mos ket për dëshirë, mos ket qëllim dhe dëshirë ta lavdroj njerëzit e tjerë. S'kemi punë me lëvdatat e njerëzve. A nëse lëvdatat vinë, sepse njeriu nuk shpëton dot nga lëvdatat, atëherë çfarë duhet mendojë në vetveten e tij? Thot, ato më lavdrojnë mua thot sepse nuk më njohin mirë. Allahu na fal gjinafet. Ato më lavdrojnë mua sepse ashtu e shikon ai tërësyeshme, mirë po faktikisht unë duhet paraqitem më mirë se sa kjo nuk është kjo me fjalë ajo kulmi im ose sinqeriteti i vërtet. Unë do të mundohem që të jap përfitim njerëzve për hir të Allahut xhelle xhelalu, të rritet niveli i xhamatit. Xhamati bëhet akoma më i sinqert, akoma më i mirë, akoma më i adhuruar te Allahu xhelle pra ta adhuroj Zotin akoma më mirë kështu më radh. Asnjëherë mos i hyj vetë në qef. Po flas për folcin, po ashtu edhe për xhamatin në marrëdhënie me njëri tjetrin. Përndryshe, nëse njeriu i hip veten në qef, njeriu nuk do të bëjë më punë të tjera, por do t'i pëlqejë vetja, derisa do të vi dita dhe do të thyej kokën e vet mbas një muri me fjalë. Zoti na rujt nga syfasia, Zoti Allahu xhelle xhelalu na rujt dhe nga ajo dëshira për të qenë të dëgjuar tek njerëzit e tjerë. Andaj dhe shikojmë që njerëzit e sinqert janë ata njerëz të cilët nuk shfaqen vet, por njerëzit i kërkojnë ata. Ndoshta ka dhe prej dietarëve, siç e themi ka inflacion hoxhallarësh, ka inflacion dietarësh, ka aq shumë sa 1, 2, 3 e bëjnë detyrë me fjalë, tjerët janë tepër. Çfarë bëhet me fjalë çdi? Ai njeriu shkon në shtëpitë vet, mbyllet atje në shtëpinë vet dhe nuk e shikon të nevojshme, për shembull, me dhën këshilla, pse? Se detyrën e këtij ka dhënë një person tjetër. Atëherë çfarë ndodh? Atëherë nuk është nevojë ky me dalësh, juve ju jep mësim filani do t'jap dhe unë, do t'jap këshilla dhe unë, atëherë ai shkon dhe në shtëpitë vet me fjalë bën një detyrë tjetër. A nëse shikojmë që shumica e hoxhallarëve apo ulemave apo dietarëve duan të kapin vetën metropolet,
edhe në përfshatra nuk gjejmë khatiba për marrë hutbe, atëherë qëllimi këtu ka një lloj problemi. Pse unë gjithmonë duhet shkoj në qytet dhe kur të më thotë hajde ma hutbe në një fshat nuk ka, hajde ma hutbe në burg, do burgosmit ka nevojë për hutbe, pse ti nuk pranon për me shku? Duhet me shku, sinqeritet është që ta lesh qytetin me shku në burg. Ta lesh qytetin të shkosh në fshat, ta lesh qytetin të shkosh në malsi, ta kesh qytetin të shkosh në gry ka marrësh, atje ku nuk shkon makina. Nëse nuk ka, ndërkohë që qyteti ka, vallahi ka hoxhallar sa dush. Atëherë pse ne kemi dëshirë të vim vetëm në për qytete? Pse kemi dëshirë në për qytetet zem midisin e qytetit? Atëherë këtu ka diçka. Nëse nuk ka syfasi që ti t'jesh i dukur dhe i shfaqur tek njerëzit, joja për dijen që të ka dhënë Allahu xhele xhelalu, atëherë ke diçka tjetër që edhe pse është më pak se kjo, po është edhe ajo rrezikshme. Ke dëshirë për poste, ke dëshirë për pozita, ke dëshirë për të mirat e kësaj dynjaje. Ka lloj njetësh të ndryshme që t'i bën shejtani. Rëndësishme që njeriu të mundohet të të maj sinqeritetin e vet me Allahun subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Lidhja e hoxhallarëve të Shqipërisë. حينما رددت يا رب العباد